Opozita do të mbaj protestën e tretë qytetare në orën 18 sot para kryeministrisë. Sekretari politik i Partisë Demokratike Degalushnjë Klement Çela në një deklaratë për mediat u shpreh se pjesëmarrja do të jetë si asnjëherë më parë e anëtarëve dhe simpatizantëve lushnjar në këtë protestë që organizohet në datën historike të 20 shkurtit, ditën e rrëzimit të bustit të diktatorit Enver Hoxha. Sipas tij, kjo revolt do të jetë ndryshe, pasi simbolika e kësaj date është rrëzimi i diktaturave. Protesta e 20 shkurtit, pra e ditës sotme, është ndryshe nga protestat e tjera. Ne kemi thënë ndryshe gjithmonë, por realisht kjo është ndryshe në themel të saj, sepse është një protestë e cila ka një simbolik mjaft e rëndësishme për kombin dhe historinë e kombit tonë. Në 91-shin, 20 shkurt, studentët, qytetarët shqiptar rrëzuan bustin e diktatorit Enver Hoxha. Fatkeqësisht edhe në ditën e sotme jemi në të njëjtat kushte. Na duhet që neve si qytetar të rinj, por çdo qytetar tjetër i Republikës Shqipërisë duhet që të ripërballet me këtë situatë. Është mjaft e domosdoshme sot që secili prej nesh të bashkohet dhe të vinë protestë, sepse është dita kur qytetarët duhet marrin fatet e tyre në dorë. Duhet edhe një herë të rrëzojmë neodiktaturën dhe neodiktatorin Edi Rama. Kështu që për sa i përket kësaj, ne si degë e Partisë Demokratike Lushnjë jemi organizuar si çdo protestë. Siç e kemi thënë dhe herë tjetër, organizimi jonë është në mënyrë individuale. Interesi ka qenë shumë i lartë për shkak të simbolit që ka kjo ditë. Kështu që do të marrim pjesë si asnjëherë më parë. Do të marrim pjesë si asnjëherë më parë në këtë, le të themi, në këtë revolt, patjetër qytetare, ku çdo qytetari i Republikës Shqipërisë kërkon dhe duhet të marrë fatet e tij në dorë. Sot janë njerëzit ata që duhet të vendosin dhe jo më Edi Rama dhe klika e tij. Kështu që sot ora 18 përpara kryeministrisë, çdo qytetar duhet të bëjë që t'i dëgjohet zëri i tij. Ndërkohë, policia e Tiranës ka njoftuar qytetarët se nuk e ka lejuar zyrtarisht zhvillimin e tubimit për shkak të riskut të dhunës, pas protestave të mëparshme ku pati persona të maskuar që hodhën bomba molotov dhe lëndë piroteknike, por forcat e rendit do të jenë të pranishme për të garantuar sigurinë.